për të 7 vit me radhë u shënua dita e gështenjës në Deçan. Me muzikë, valle, ekspozitë të pikturave e panaer të prodhimeve vendese, deçanasit shënuan ditën e frutit që me vite të tëra ndikojnë në ekonominë deçanase. 24 tetori, me vite tani më, konsiderohet si dita e gështenjave në Deçan. Gështenja është frut i bekun. Pse? Sepse rritet në pyll, nuk ka nevoj për me prashit, as me vadit, as vetëm më shku me ledh. Ma të mira se gështenjat e Deçanit nuk ka. Këto e gështenjat e Deçanit, shiko. A ka mjaftueshëm gështenja e Deçani? A ka kërkesë? Ka mjaftueshëm, mirë, por nuk ka njerëz për me ledh. Ata njerëz që në vyshem, ata e nxerrin bukën e vitit me gështenja. Shkojnë, e marrin paparën mal, edhe vinë e shesin rrafsh. Gështenja do të thotë është një ndër frutet që ekzistojnë mirë rruzëllën toksor, fruta që nuk ka nevoj me dhonë mundi për to. Unë merrem 5 fëmijë kur kam qenë, kam fillu me mbledh. Tash i mbledhin të rritë unë i shes. Keni jetu për i saj? Kem jetu si jo, për para kanë jetu njerëz dhe kanë fitu bukën. Kjo përmban hekur, vitaminat shumë të duhura për trupin e njerëzit. Kjo është diçka e mirë, që nuk e kom pa në visë tjera. Ka marrë pjesën shumë koloni, po panairi veç sa e ngrit, e zmadhon. Edhe tek e funit janë prodhimet e Deçanit. Pra i përgjithësit edhe ditës gështenjës. Se ne Deçanin e njohim, ose këtë region dhe një unik, si vis i gështenjës. Pikturuam në grykën e Deçanit, drejt maleve të larta, Alpeve shqiptare, terresorin në Bele. Atje kishim akomodimin, po edhe hapësirët për punë. Për fat mirë kem pas edhe kohën aty këtu të mirë, kur edhe është pikturojmë, edhe pse natën binte shi ose diçka kishte ndryshime që është e kuptueshme. Gjitha malet përreth ishin me plot ngjyra, ngjyrat e vjeshtës, që e bojnë një shumësi të ngjyrave që ne artistët çojmë kolorit, dhe ishte një frymëzim edhe më shumë për krijuesit, për të qitë në telajo impresionet ose përshtypjet e veta nga ky vend. Këtë pamje nga rrethina e Deçanit, i frymëzuar prej kullave, i bërë kullat, po edhe është edhe një simbol helmete i lirë këtu që e tregon lërshësinë, sikur se kullat, po kjo është më e vjetër. Nuk e kom paraqit një helmet të përkryeme, po një helmet që i ka mbi ato kohës. Është edicioni 7 i këtij festivali. Kur e kem diskutu, kemi thënë që na duhet me bëni simbolik që i falenderojmë këtij fruti për shkak të rëndësisë që ka pas për standardin, për ekonominë tonë familjare në kohët më të vështira. Edhe sot e ka të njëjtën rëndësi, sepse ka shumë familje që dalin e mbledhin këtë frut dhe e shesin, e përpunojnë. Dhe në kuadër të kësaj, kur e kem diskutu si temë fillestare, kemi ndërlidh koloninë artistëve, ku i ftojmë 30, 20, 25, 20 piktorë, e të cilë qëndrojnë një javë ditë Deçan, dhe ajo që është me rëndësi për neve, kur shkojnë në qytetet e veta, ne kemi një grup si lloj jurie që i përzgjedh një pjesë të pikturave që mesin në fondin e komunës.